Finalizohet në Tiranë operacioni policor me fokus goditjen e kontrabandës së mallrave. Si rezultat i operacionit, u arrestua shtetasi R.K., 26 vjeç, banues në Korçë. Ai u kap në flagrancë në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, duke transportuar me furgon mallra të dyshuara të kontrabanduara. Gjatë kontrollit, në mjet u gjetën 19 thas me veshje të ndryshme, të dyshuara si imitime të markave të njohura, pa dokumentacion shoqërues. Sipas vlerësimeve paraprake, malli kap vlerën rreth 45.000 euro. Policia sekuestroi veshjet dhe furgonin me të cilin transportoheshin. Autoritetet bëjnë me dije se hetimet po vijojnë për dokumentimin e plot të veprimtarisë së kundërligjshme dhe për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë rast. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.